Kapitulli, disa ndryshime janë të dhimbshme, por të domosdoshme. Rrëfimi I rritjes përmes dhembjes. Në jetë, ndryshimi nuk vjen gjithmonë si një ftesë e ëmbël me lule në derën tënde. Shpesh ai vjen si një furtunë që të shkatëron shtëpinë, si një telefonat që të thyen zemrën, si një heshtje që nuk merr më përgjigje. Dhe ti rri përballë tij, I hutuar, I lënduar, me një ndjesi të thellë humbjeje. Sepse nuk ka ndryshim pa humbje. Dhe çdo humbje ka dhimbjen e vet. Ndonjëherë humbim njerëz, ndonjëherë humbim një version të vetes që kemi dashur, ndonjëherë na duhet të largohemi nga vendet që I kemi quajtur shtëpi, vetëm për të mbijetuar, për të marrë frymë. Por pikërisht aty, në atë thyrje, fillon rritja. Aty ku gjithçka shembet, aty fillon një themel I ri. Jo më I ndërtuar mbi nevojën për të qenë të pëlqyer, të kuptuar apo të mbrojtur nga të tjerët, por mbi forcën e brendshme për të vazhduar, edhe kur zemra është e raskapitur. Disa ndryshime të lënë me plagë që nuk shërohen shpejt. Të lënë me net pa gjumë, me pyetje pa përgjigje, me një boshllëk në kraharor që nuk mbushet me asgjë për një kohë të gjatë. Por kur ti vazhdon, kur nuk dorëzohesh, dhimbja fillon të bëhet dritë. Fillon të kuptosh se ndryshimi nuk ishte një mallkim, por një ftesë për të jetuar më ndershmërisht me veten. Ishte një goditje që të ktheute e vërteta jote, një version më I pastër, më I vetëdijshëm, më I fortë. Jo, nuk është gjithmonë e bukur. As e drejtë. As e lehtë. Por është e domosdoshme. Sepse pa atë ndryshim, ti do të ishe ende I ngecur në vendin ku nuk të donin, në zakonet që të shkatëronin, në mendimet që të bënin të ndihesh I vogël. Ndryshimi I dhimbshëm është çmimi për lirinë e brendshme. Dhe kur e kalon atë dhimbje, ti nuk je më njësoj. Je më I vërtetë. Fundi I kapitullit. Sepse nganjëherë, ajo që të shkatëron është pikërisht ajo që të rilin. Në heshtje. Në plagë. Në ty.